Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se vini tek faqja e Revistës Story në Instagram. Unë jam Klotilda Arka, jam këtu për të intervistuar ose për të bërë një bisedë me një vajzë shumë të talentuar, të gjithë e njihni. Thjesht do i them emrin dhe normalisht që ju e njihni, ajo quhet Albana Osmani. Do i direkt me Albanën, pa pritur shumë. Më bëri request ashtu siç e kishim lënë. Nuk e di se ku ndodhet, sepse është fundjavë, ka mundësi që të jetë duke pushuar, duke shijuar ditët e para të shtatorit. Librin e saj është një libër që natyrisht ka për të hapur debat për përmbajtje. Përshëndetje. Si je? Mirë shumë. E kërkoj ndjes për vonesën. Jo, s'ka problem. Ishte faji im sot për herë të parë, se gjithmonë i pres personazhet, por isha duke u siguruar për internetin që ta kisha sa më të mirë, domethënë. Si je? S'ka problem fare, është e mirë kuptuar. Sidomos në ditët që po jetojmë, në kohë që po jetojmë, na është bërë interneti shumë i domosdoshëm dhe nganjëherë nuk është në nivelin që kërkojmë. Sidomos në këto Zoom call dhe lidhjet live apo çfarë na është dashur ta kryejmë nga ambientet e shtëpisë, jo gjithmonë na është përgjigjur, kështu që mirë bëre që u sigurove, gëzohem që të shoh në këtë lidhje live, ty dhe gjithë ndjekësit tuaj. Përshëndes fort. Unë gjendem tani në Bregdet në fakt, jo larg Tiranës, është afër Gjirit Lalzit, është një zonë që tani sa ka marrë një bum zhvillimi dhe këtu është bërë shumë bukur. Doja vetëm t'ju tregoja pak se si është ambienti këtu. Okej, është shumë interesant sepse njerëzit kanë ndezur zjarr. Deri tani ishte perëndimi i diellit që ishte fantastik, të them të drejtën. Pra njerëzit kanë ndezur zjarri dhe hiç po relaksohen, se tani pa nga pak po hyn dhe vjeshtave, është ftohtë pak. Po unë e di që ke një shpirt të bukur, edhe poetik, ndoshta shumë pak njerëz e njohin këtë anë tënde, do ta njohin tani me publikimin e librit. Ti çfarë natyre je? Faleminderit shumë për fjalët. Jo, është e vërteta. Je natyrë romantike, me që përmende perëndimin e diellit. Është e pa evitueshme, Klodil, është e pa evitueshme kur e kam vizatuar me qindra herë, për të mos thënë me mira herë, që e vogël perëndimin e diellit. Kështu që një herë me ato lapsat, më pas akuarele, më pas bëre vaj dhe është strukturuar ai imazh ndoshta shumë herë. Edhe është i bukur, gjithmonë të flet dhe gjithmonë pavarësisht si është dita, si është zhvilluar apo si ka ardhur dinamika e jetës në segmentin ku ti ndodhesh, është një moment në një ditë të caktuar, të një vere të nxehtë, sido që të ketë shkuar qoftë dhe për dresh gjithçka sikur të fton në qetësi. Kjo është. Po, je një multitalent, mund të themi. Ke studiuar pikturë, ke bërë një karrierë shumë të gjatë në televizion dhe mjaft të spikatur, ndërkohë je bërë dizajnere e një linje çantash. Dhe mos surprizusja, mos përmendem ti je një lule dielli, se me ato do merrem pak më vonë, mos surprizusja është libri që ti po shkruan dhe që do e publikosh së shpejti. Si ka mundësi gjithë këto talente i ke pasur shumë fëmijëria apo u zbuluan rrugës? Jo, okej, i bie të flas për veten, gjë që është pak e vështirë për çdo. Se kur i rëndit kështu si talente, këtë marrë, këtë heq, pastaj. Okej, lëmë janë pak modestin dhe të përgjigjem pyetjes saktë. Pra, mendoj që e vogël mund të them se kam qenë një fëmijë pak ndryshe. Ajsa më thoshte me shaka, e kam normal këtë apo jo? Në kuptimin e mirë, sepse shpesh për shembull shikoja gjërat në një formë pak ndryshe nga gjithë shokët e mi apo moshatarët e mi. Për shembull, që në klasë të 5 unë këmbgula duke qarme të madhe sepse doja të futesha në klasë të parë. Më fal, që ku isha 5 vjeç.
dhe deshën apo s'deshën prindit e mi, unë futa në klasë të parë 5 vjeç. Dhe edhe pse u futa 5 vjeç, unë dija të shkruaja, sepse kisha mësuar nga motra ime që ishte më e madhe. I rria aty ngjitur dhe doja me SSB të mësoja alfabetin. Atëherë, një tjetër eksperiencë në të shkruar, me që doli tek libri dhe me qenë se është tani le të themi një gjë parsorë që do të vi shumë shpejt në muajin tetor. Pa e mend kisha një ese në lice për të shkruar dhe për të përshkruar një temë caktuar, s'po jap shumë detaje. Dhe okej, më duket se e kisha bërë më filozofike se ç'duhet, historinë, dhe mësuesja më tha të të vë 2 apo 4. Sepse unë nuk kuptova asnjë gjë. Ose ti ke ndonjë defekta, ose unë kam ndonjë defekte. Natyrisht ajo ka pasur. Jo, nuk e di, ishte pak ndryshe. Domethënë, ajo ka pritur të ishte brenda kornizave të zakonshme një eseje ku ti duhet të përshkruaje atë qiellin me yje se s'bën, dhe ndërsa unë nuk e shikoja ndoshta qiellin me yje, ndërsa unë i shikoja yjet në tokë, sepse ashtu doja të shikoja. Pra, varet gjithmonë nga një, se di, optika e secilit dhe jo domosdoshmërisht duhet të jetë e drejtë. Jo, Dhe kjo nuk të bën ty as më pak as më shumë se të tjerët, thjesht të bën pak ndryshe. Dhe kjo ndryshe po besoj dhe po shpresoj shumë që tek libri që do të vi, të mbledh shumë me vete, të gjejnë shumë veten, shumë njerëz. Natyrisht që të qenit filozofik është një aftësi që nuk e kanë të gjithë. Janë shumë të pak njerëzit që janë të thellë dhe filozofik. Kështu që kjo është një plus. Shumë faleminderit. Të bën edhe të veçantë sepse jo të gjithë të kuptojnë. Klodila, kisha shumë kopa të parë. Fizikisht, jo përveç pandemisë, po kisha vërtet kopa të parë. Edhe duke shumë mirë, më lejo ta them dhe unë një kompliment, se po më thua shumë fjalë të mira. Faleminderit shumë, i vlerësoj jashtëzakonisht shumë, se çdo njeri do t'i vlerësonte, po i vlerësoj. Ti e di që unë jam shumë e drejtë, unë ato që them i ndjej vërtet, nuk është se e di, prandaj po e vlerësoj. Pash të komentusit, pash këngëtarin Albana Mosa që pyeti kur del libri. Po. Albana tha kur del libri. Mund t'i përgjigjesh Adashit. Patjetër, okej, sa e përmendshme që po shkon dhe komente. I shoh të gjitha. Bravo, normale. Atëherë, libri do të dalë në tetor. Datën e saktë unë do ta vë në DNI deri në fundin e këtij muaji. Libri është mbaruar edhe ndërkohë jam duke i vënë pikat mbi ilustrimeve. Nuk është thjesht një libër i shkruar, dhe pse historia po besoj shumë që do të rrëmbej lexuesit dhe s'do ta lëshojnë librin nga dora, të paktën ata që kanë lexuar një pjesë libri që ua kam lejuar, disa prej rrethit të miqve të mi më të ngushtë që edhe kanë këtë lloj bot kuptimi, janë impresionuar për shumë pozitivisht dhe si me shaka, domethënë më kanë thënë, po, nuk e prisnim, ke parasysh, ideja është në konceptin apo në atë çfarë në fabulën e librit, në atë çka është pasqyruar, ndoshta edhe mesazhi që është përcjell, është besoj se do të jetë diçka që do të ngjallë interes, edhe pse jo edhe diskutime, sepse libri është i shtruar në kohë, vjen në të ardhmen, pra historia daton. Duaj që të flasësh pak se ç'është ky libër që merr përsipër të parashikosh të ardhmen, në mënyrën tënde. Okej, libri ka të bëj, sepse u bë dhe një shaka online, sepse postova një pjesë të një teksti bruto, ku kisha hedhur komplet idenë, librin e kisha shkruar në 2019, natën, se s'kisha kohë ditën, por kisha këtë ide dhe doja se s'bën ta hidhja në laptop, të paktën ta shkruaj me idenë do t'i rikthehem kur të gjej kohën. Dhe okej, në këtë libër në të vërtet kisha hedhur disa ide, ndoshta e ndikuar dhe nga ajo çfarë kishte ndodhur në 3 vitet e fundit, që unë kisha shkuar shpesh në spital dhe kisha hasur shumë njerëz që kalonin përmes sfidave shumë të rënda, dhe ndoshta isha ndikuar dhe nga kjo. Gjithsesi, tema ishte që kisha shkruar që një virus pushtonte botën etj, disa detaje të tilla, gjë që në fakt në 2020 ndodhi realisht kështu. Dhe e forta është që atyre pak miqve që nuk kisha dhënë ato pak kapitull për t'i lexuar, për të kuptuar se apo ja fuskota apo po shkruaj vërtet një libër që po pretendoj të jetë një libër i bler apo pa dashur të kaloj në tepri një bestseller. Dhe
ata të gjithë po më shkruanin, po më thoshte të lutem na thuaj si përfundon libri se ne tani më duket se po e shohim realisht atë çfarë kishe shkruar. Pra, Po si ka mundësi? Si jo, ka mundësi? mendoj se ishte studiuar jo, teoritë konspirative? jo, mendoj se kjo çështja e virusit ishte krejtësisht rastësore. Nuk kishte të bënte me teoritë konspirative as pak. Dhe nuk ishte as domethënia e librit. Domethënia e librit është tjetër çka. Çika është protagonista kryesore që në fakt nuk ka të bëj as me çështje krahinore, sepse ndodhi pasi publikova disa teaser që kisha vënë në DNI për po vjen ky libri në 1-2-3 postime të mia, më ftuan në një panel ku flitej për krahinat, duke e lidhur në kontekstin e librit, edhe mu desh të bëj një shpjegim të tipit që nuk ka të bëj me vendlindjen time. Po unë thjesht kam dashur dhe kam zgjedhur ta quaj Çika dhe jo Klotilda apo Albana. Përparasysh kam dashur të vë një emër sepse preferoj që ta përfshi sadopak edhe atë vendin që më bëri vajzën që jam sot. Tropoja. Pse jo? Po. Të komentoj dhe stresi pak më parë, më e mira tha. Përshëndetje. Atëherë se s'dua të zgjas në argumenta pas argumentash. Historia që unë kam përshkruar daton në 100 vite përpara kohë, ku unë po pretendoj, jo vetëm unë, por bazuar në gjitha kërkimet shkencore dhe në gjitha teoritë le të quajmë dhe konspirative, por edhe të gjitha ata që kanë qenë lider dhe që kanë shënjestruar dhe kanë bërë, le të themi, predikimet për çfarë ndodh në të ardhmen. Atëherë të gjithë parashikojnë që në 100 vite kohë bota nuk është më e njëjtë. Absolutisht fare, këtu bazuar në zhvillimin që teknologjia ka psuar vetëm vitet e fundit, drejt tani në 2020-ën, lemo në 100 vite kohë. Kështu që këtu të paktën mua si autore e kësaj historie, e ndjeva veten të lirë, të lundroja në gjithë ato milimetrat e imagjinatës time për të parashikuar në thonjza se çfarë do të ndodhte këtu e 100 vite. Historia zhvillohet në planetin Tokë. Besoj që në planetet e tjera shkohet pa problem në librin tënd. Po. Për sa minuta mund të shkohet në më? Okej, robotët nuk po dua të zbuloj më shumë në lidhje me se si i kam përcaktuar klasat e shoqërisë. Ata fluturojnë shumë me shpejtësinë e cila është shumë pranë shpejtësisë së dritës. Kështu që për ne, njerëzit, që i kam dhënë një emër tjetër, që nuk dua të zbuloj shumë, sepse dua të ruaj atë kurreshjen shumë tek publiku, do përpiqem bëj maksimumin. Ne kemi një farë komoditeti edhe trajtohemi disi të veçantë, sepse ju kemi dorëzuar disi perandorin ton, por ata na trajtojnë në këtë mënyrë për një arsye të vetme, sepse po kërkohet një sekret shumë i madh. Tani sekreti nuk ka të bëjë me librin Sekreti as pak, po sekreti qëndron tek ne njerëzit, që sido që tjetë, po e përkufizoj dhe po e përmbyll këtë përshkrim me një fjali. Jemi qenia më e jashtëzakonshme që ka ekzistuar dhe që unë pretendoj si autore këtij librit, edhe si Albana njëkohësisht, dhe që do të ekzistojë ndonjëherë. Ka ndonjë histori dashurie aty dhe si do jetë dashuria dhe njerëzve pas në të ardhmen, se jam kurioze për këtë. Okej. Se ka një teori që marrëdhëniet mes njerëzve do zhduken dhe gjithçka do jetë ndjenjat nuk do ekzistojnë. Çfarë ndodh në librin tënd? Na e sqaro pak që ta dim paktën. Kam patur një debat shumë të gjatë me redaktoren e librit, që është Eni Mutollari, një vajzë shumë e talentuar. Të them të drejtën, miqt bëhen shumë, dhe të themi, të pandashëm kur i lidhin librat. Këtë e kisha vërtetuar dhe më parë, por në rastin e raportit që ndërtova tani me redaktoren e librit, e ndjeva këtë të vërtet. Kështu që unë kisha ndërthur një histori thjesht sa për t'i shtuar në thonjza një lule së tërës. Por mu desh ta zbus disi, sepse librin unë ja kam dedikuar nisur nga adoleshentët. Pra, nga adoleshentët dhe më lartë, dhe nuk preferova që libri të merrte konotacione të historie, dashurie, por preferova t'i qëndroj asaj çka na ka ngritur gjithë kuriozitetin së fundit, çfarë do ndodh vërtet me ne, çfarë do ndodh vërtet me njerëzimin, çfarë do ndodh vërtet me planetin Tokë.
Pse po bëhen gjithë të thirrje për ngrohjen globale? A do jetë toka e njëjtë pas 100 vitesh? Po speciet njerëzore, a do të jenë njësoj? A sa do të ketë ndërhyrë teknologjia në jetën tonë, sepse tashmë është bërë e pa evitueshme. Ne flejmë me telefonin te koka dhe zgjohemi me telefonin te koka. Njerëzit janë bërë kaq të ndikuar nga ajo çfarë shfaqen në rrjetet sociale, sa fillojnë dhe marrin vendime mbi jetën, apo i kanë përkushtuar jetën një dukje që nganjëherë është krejtësisht e pavërtetë. Pra ne nganjëherë, ne njerëzit, jo nganjëherë, por ne kemi filluar të besojmë dhe ta preferojmë të pavërtetën ashtu siç po na serviret, sepse ashtu e kemi në iluzionet tona. Pra që tani ne jemi shumë të ngatruar në koncepte me atë çfarë është reale dhe atë çfarë është virtuale. Kështu që është një lojë e tillë, gati psikologjike, që është përgjatë gjithë librit. Personazhet që shfaqen nuk janë vetëm njerëz, janë edhe kafshë. Në këtë rast, unë kam bërë që kafshët flasin. Është shumë interesante. Komunikojnë kafshët me njëra tjetrën. Po, dhe me ne, si njerëz. Është interesant, është shumë interesant. Pas, ke ecur shumë me imagjinatën dhe unë jam vërtet kurioztare ta lexoj, domethënë se nuk është çudi që këto që ke shkruar ti edhe mund të ndodhin. Po problemi është a do jemi ne që ti provojmë. Besoj të paktën në bazë të studimeve, sepse normalisht që kam lexuar mbi këto gjëra, sepse nuk është thjesht çështje imagjinare. Duhet të hecësh dhe në një linjë me ato çka është e besueshme, sepse më beso, brezi sotëm nuk të fal në informacion, sado imagjinar të jetë, duhet të përkojmë ato çka rezulton si e vërtetë dhe si e prekshme. Kështu që në bazë të gjitha atyre, gjasat janë që ne në shumë pak vite kohë vërtet do të shkojmë Mars, në shumë pak vite kohë, vërtet njerëzit do të kenë ndryshuar kaq shumë në pamjen e jashtme sa do të jenë edhe më të ngjashëm me ata që janë robot, që ne i quajmë thjesht makineri, por që me shumë gjasa, siç kanë thënë dhe shumë dietar të shquar, inteligjenca artificiale, është ajo shpreha në anglisht will take over. Pra, do të marrë në kontroll njerëzimin. Shumë kohë e vështirë. E bukur, por shumë e vështirë. Po, ka një fabul shumë të fuqishme në libër, që unë dua t'i kthej njerëzit të besojnë tek një mesazh që jo se dua ta kthej kështu në një përkthim të një mesazhi, se unë e pra këtë libër për këtë mesazhin, jo, unë jam argëtuar dhe vazhdoj të argëtohem me këtë histori jashtëmase, po ka dhe një mesazh që unë kam dashur dhe e kam preferuar që ta përcjell me çdo kush. Nuk do të bëja kurrë diçka pa përcjell një mesazh. Kështu që besoj se do të jetë i vlefshëm, do t'ia vlej, domethënë që në fund të librit ata që do ta lexojnë do mendojnë pak ndryshe. Ke diskutuar me ndonjë shkrimtar ose një person që është brenda botës së letrave që mund të jepte një mendim më profesionist? Kam diskutuar dhe nuk preferoj të citoj emra, dhe pasi takova dikë që lexoi, të them të drejtën, vetëm kapitullin e parë, më mori telefonin, tha, "Hey, tha, mund të pim kafe, tha, të them të drejtën, kisha një mendim krejtësisht tjetër për ty si person, ndërsa tani kam një mendim krejtësisht tjetër." Nuk e di pse, tha, pa dashur, tha, duke të kornizuar thjesht në ekran, duke menduar që prezantueset kanë sigurisht vlerat e tyre dhe që secila shpërfaq në vitet e karrierës ku ti tregon jo vetëm ato çka është e pëlqyeshme në ekran, sepse ekrani do të bukurojnë, por edhe vlera të tjera intelektuale, por në këtë rast të kisha, domethënë tani po kuptoj personin tënd, kështu që mund të pimi kafe. I thash, wow. Okej, po e marr si komplimentin më të madh, faleminderit. Pra, kam marrë mendime dhe jam entuziaste, jam shumë entuziaste. Edhe unë thonë, do bësh një promovim spektakolar, si që bëhen me njerëz do përpiqem të bëj diçka brenda kushteve të pandemisë që jemi, pa diskutim do thras mediat për t'i dhënë vëmendjen e duhur, sepse do të preferoja të ndoste sa më mirë ky prezantim në sa më nivel, nuk e bëj për bujën që do të shkaktonte, sepse besoj që historia do të pëlqejë aq shumë sa që mendoj se libri do shes veten apo do krijoj impakt vet dhe do lër gjurmën e vet. Sigurisht që do doja të bëja më të mirën time, por për sa i takon panairit, deri tani nuk kam një informacion zyrtar, do ndodh apo jo, sepse është pak e sikletshme. Do të kisha preferuar shumë të isha prezent në panair, por edhe nëse kjo nuk ndodh zyrtarisht, atëherë unë në planet e mia
do të bëj një prezantim të librit dhe besoj se do të jetë pak i veçantë. Sepse edhe në librin tim njerëzimi kalon përmes një rreziku, le të themi, shëndetësor, siç është virusi, dhe ka përshtatje edhe në kohën aktuale dhe le të shohim se si do ta kombinojmë. Mbase ato maskat që do të jenë të gjithë me maska, do të jenë dhe pjesë e librit gjithashtu. Kemi parë që shkon në Cannes her pas here, mos ndoshta po krijon kontakte që tani për regjisorin që do e ekranizoj këtë libër? Jo, unë do të ishte ëndër shumë e madhe, por kërkon shumë investim. Se di, nuk është se ka lidhje me Cannes, kam bërë një bisedë me një skenarist, që është dhe miku im, ai shkruan në fakt për filma metrazh gjatë që janë vënë në ekranin e madh, dhe është optimist, por thjesht po pret që ta lexoj historinë e plot. Akoma nuk kam një opinion të tij, opinion flas, por jo për të bërë film, do të ishte shumë për ta thënë në këto momente. Se për të realizuar një film ashtu siç unë e pretendoj, në versionin 2D ose 3D, kështu do ta preferoja unë, është shumë e kushtueshme. Edhe është, le të themi, wow, është shumë për ta menduar. Ti e ke shprehur, e ke treguar, e ke treguar talentin për të mbledhur, si thua, fonde. Me ti lule dielli. Ajo është tjetër gjë, Ndoshta edhe në këtë aspekt mundesh që ta bësh. Jo, unë nuk heq dorë nga ëndrat e mia, kollaj, faktën. Provoj deri në fund dhe them nëse ja dola, nëse ja dola e provova. Por krahasimisht me ti e një lule dielli janë dy gjëra krejt të ndryshme, sepse për ti e një lule dielli kam luftuar për ata, për të tjerët, kurse për veten nuk është, nganjëherë heziton njeriu, nuk është e lehtë. Është pak e vështirë në fakt. Është e vështirë, e kuptoj. Përmendje shumë televizionin. Çfarë po ndodh mes teje dhe ekranit? Është një dashuri që mund të themi që ka marrë fund? Jo, fare. Jo. Thjesht njëtën do të ktheja pyetjes sënde një përgjigje po me pyetje. Çfarë po ndodh në televizionin në Shqipëri? S'po e marr vesh. Është pak kam patur sigurisht bisedat zhvilluara dhe i kam lënë ende të hapura, shumë pozitive. Dyert janë të hapura dhe le të themi nuk kam marrë asnjë vendim, për arsye se ka qenë dhe kohë shumë e çuditshme 2020-a. Mendova se do të kthesha dhe do të realizoja një produksion timin, por kështu si erdhi ky vit, atëherë unë nuk u bëra e fiksuar që nëse s'bën, aty është dhe do të vi në kuptimin kur ta ndjej unë. Të mungon televizion realisht? Po mendoj dhe diçka, një platformë, po mendoj një platformë që shkon me 2020-ën. Dhe jam duke e vrarë mendjen për këtë. Se nganjëherë del edhe më fitimprurse. Po si ja del që je kaq sistematike, të pash me ato fleta, të shkroje librin, mbaje shënime, si ka mundësi? Do më të ditëm që është pak e vështirë të përshëndrohesh. Ti si ja di që të përshëndrohesh për të çuar një projekt nga fillimi në fund? Se di, kështu natyre kam qenë për gjërat. I çoj gjërat në fund, dua t'i çoj në fund, siç thash dhe pak më parë, mirë keq dua ta përfundoj. Por më ka edukuar disi dhe redaktoria, se është hera e dytë që e përmend. Në të vërtetë ishte një shtys shumë e fortë që ta çoj librin në një nivel tjetër, sepse pyetjet që mi ka drejtuar her pas here në disa pika kyçe më ka bërë të reflektoj dhe ta mendoj dhe ta zhvilloj edhe më tej dhe të mbaj ato shënimet një nga një. Bravo. Se nuk jam kaq e rregull. Jo, unë tash ne kaq e rregull deri në përpikmëri. Po një moment të fantazili. Jo, unë nuk jam kaq e rregull, por jam këmbgulse. Pra, në të vërtetë mund të mos jem kaq me lapse letër apo t'i ruaj ato fletat një nga një. Ato fletat një nga një i ruaj unë sepse i du kujtim, i dua kujtim. Kurse kështu jam këmbgulse për idetë e mia, për shkak nëse ne kemi diskutuar jo po se presja është këtu dhe fjalia duhet marr pak frym këtu, apo më fal, ky kapitull duhet marr pak frym këtu. Edhe unë kam thënë jo s'duhet marr frym, duhet vazhdoj me këtë ritëm intensiv sepse më pas do të shpërthej diçka. Edhe këtu për shkakun kemi patur këto lloj debatesh që në fund kanë qenë shumë konstruktive, të them të vërtetën. Kështu që jam mirënjohëse redaktorës librit sepse i gjithë stafi në fakt isha unë, ajo dhe unë deri më tani. Kështu që kam dhe një surprizë, po besoj që dikush do të bëj një parathënie të librit. Nuk e kam të konfirmuar zyrtarisht, kam thjesht një sinjal pozitiv,
shpresoj që ta realizoj. Do më di shumë mirë sepse Mos është Ismail Kadare? jo, do të ishte ëndër. Jo, do të ishte ëndër. Edhe Ismaili, edhe Elena, që të dy, të them të drejtën. Por jo, nuk i kam trazuar në këto ditë, sepse kam menduar se duan qetësi. Jo, kam trazuar dikë që e ka ritmin shumë të lartë dhe po besoj që do të ndodh. Po besoj që pa. Edhe unë ta uroj. Nga lidhësia në pikturë, ke ndonjë portret sekret që ja ke bërë dikujt, një personi të dashur në jetën tënde? Wow, sa herë që kam rënë dashuri e kam bërë këtë gjë. Do me thënë ke shumë portrete në shtëpi. Thash në shaka tani se u bërë shumë serios. Se di, jo, sa herë që unë kam përjetuar lumëturit më dha, e kam shprehur në telajo. Dhe kjo jo domosdoshmërisht dashuria kundrejt një mashkulli, por edhe pyetjes sënde do të kthej përgjigjen po, po jo portret. Kam hedhur në një skic apo në një telajo, çfarë kam dashur. Do ta bëj një foto. Vetëm sa të mbaroj këtë. Do të kërkojmë për foto. Është një vajzë që pas ka dhe ditëlindjen. Po, do t'i përgjigj vetëm se sa të mbaroj këtë video. Okej. Po si ke punët me dashurinë, se unë dua të pyes pak. Më duket gjithmonë e qeshur, e lumtur. Vërtet? Si ka mundësi? E di si... Se di... Se po më presin këto, dua të bëj një foto vetëm një sekondë, sa më vjen keq do të them më një herë. Shpejt. Shpejt. Jam këtu. Dua të përgjigjesh. Shpejt. Po do të përgjigj. Ta përshëndesim revistën Story. Ej, përshëndetje. Hajde dhe ti, të gjithë. Okej, jam këtu, vetëm sa të bëjmë foto. Kush do bëj foto? Ti do bësh foto? Okej, shpejt. Shpejt se jemi në një lidhje live edhe mërzitëm në djegësit. Okej. Faleminderit shumë. Kush ka ditëlindje? Gëzuar. Ua, gëzuar ditëlindje. Gëzuar edhe nga ndjekësit e Edhe Story. Edhe 100. Po, shpejt. Më fal, kjo është pak e tepër, po do e mbyll dhe këtë fotografi. Shpejt. Ka goca ditëlindje. Goca ditëlindje, sa edhe 100. Edhe 100. Të uron gazetarja këtë ditë hak. Okej, kalofshi bukur. Bye. Ciao. Ndalim pak të pjesa e dashurisë. Po, se kjo është lajme, këto duan të dinë shqiptarët dhe kjo është kryefjala, a thu se s'ka asgjë tjetër në jetë për të bërë, për të folur, për të vlerësuar. Tani, çështja është këtu, nuk ka qenë asnjëherë jeta ime personale pjesë e lajmeve, vetëm kur kanë dashur gazetarët, sepse kam bërë një shaka, le të themi, se nga një herë kur pyesin prap 100 herë, edhe kur ti arrin edhe një moshë pjekurie që të gjithon po tani kjo ja të bëhet të ngulet si gojë. Ti nga një herë s'ke ç'bën dhe fillon bënte autoironi me veten. Kjo është e gjitha. Pra, në momentin që unë do të kem një dikë, që do ta kem vërtet një dikë, s'po flas për çfarë mund të njohë njeriu dhe që i konsideron, por që bien përfundimi që nuk është se ja vlen të krijosh një familje me dikë, X që mund të kesh njohur apo ku di unë, se di të ka rënë puna në arsye dhe rrethana të ndryshme. Në momentin që unë do ta kem këtë, sigurisht që unë s'kam asgjë për të fshehur se kjo s'është turp, as do një gjë për të mburrur, është diçka që kur ti je i lumtur, besoj se nuk fshihet dot. Edhe pse unë jam me paranimin që kur ti je i lumtur nuk e ka ta ndash me botën. Kur je vërtet i lumtur, ti thjesht e jeton. Se unë shoh që kthehet nganjëherë edhe kjo në ku di unë objekt marketingu, pa dashur, se di pse, çdo gjë sot pa dashur, njerëzit e kthejnë në objekt marketingu. Në kuptimin që bëhen çifte dhe fillojnë pastaj dhe lakojnë si të tillë, në këtë kuptim? Marrin vëmendje maksimale? Po patjetër, ne jemi të gjithë koshient për këtë, nuk po them diçka të re. Pra, ne shohim mjaftueshëm lajme të tilla, që në fund bizotorojnë. Po, dhe që në fund të ditës në fakt nuk më thot një gjë, i uroj lumturi, se s'ka më bukur se sa të jesh i lumtur prej vërteti. Kështu që kjo është, unë kam dashur që të jem e lumtur dhe jo e lidhur apo në relationship, se s'bën. Kështu që e lumtur kam qenë. Ke qenë, e kuptova. Duket.
Po, me pjekurin që ke, mendon se martesa është një, si thua, është një llogari, një logjik, apo është ndjenjë e fortë, pasion? Si mendon ti? Cila mund të Tani, zgjat? Alsa më njeh dhe ti dhe ata që po na ndjekin e besojnë që nuk më fusin dot në kornizat e një llogarie. Ndryshe nga shumë kush që mund të ketë qenë edhe shumë pranë meje, nuk po them shoqëri, që mund të ketë bërë zgjedhjet sepse ashtu ja dikton momenti dhe rehatia. Unë s'kam arritur ta bëj këtë kurrë, asnjëherë. S'kam arritur kurrë vërtet e përsëris sepse nuk mendoj se jeta ime duhet shpenzohet kot. Dua ta shpenzoj ashtu siç e ndjej dhe ashtu siç ma thot zemra dhe ashtu siç ma thot instinkti. Kështu që unë nuk bëj dot kompromis, sidomos me një gjë të rëndësishme që është qetësia, lumturia, paqja me veten. Unë kështu e kam gjykuar. Ndoshta llogaritë mia nuk kanë dalë siç duhet, e ndoshta këto njerëz i kam parë në mënyrë të vazhdueshme që janë gjithmonë me dikën në krah, nuk ka rëndësi se sa e qysh e tek, edhe ato ashtu e konceptojnë lumturinë, as ata nuk i gjykoj dot. Ama për veten po flas që kështu e kam konceptuar dhe deri tani le të themi nuk ka dalë keq sepse kam qenë mirë. E kuptoj, dukesh shumë e qeshur, shumë në rahat dhe në harmoni me veten tënde dhe kjo është e rëndësishme. Kjo pyetja që ne duhet bërë, edhe më shumë është edhe se dikush pyet dhe thot tani Albana gjithë kjo gotë si ka mundësi që nuk doli njerë me dikë që të na e prezantoj. Po se kam gjetur, është e thjeshtë. S'ka ndonjë filozofi, as nuk kam ndonjë që kishte edhe një moment që thoshin pa lekë ka dhe se tregon, siç është një teori fikse, një mentaliteti për mua shumë të prapa mbetur. Po, e vërtet. Po, tani se kam gjetur. Ajo është duhet gjej dikë që të paktën të komunikoj, ajo për mua është kryesore. Kemi një nivel komunikimi. Unë nuk po pretendoj se jam ndonjë shkencëtare apo e padëshifrueshme, absolutisht fare, por thjesht janë disa gjëra që ndodh. Sorry se iku pak bateria. Këto janë destinacion. Kështu që kam qenë duke lundruar në atë rrugë. Uroj që të mbërish në destinacione dur dhe të vi, se unë të imagjinoj ty, nga që bën shumë foto frymzuar nga vitet e klasicizmit, të imagjinoj me një princ. Oh, wow! Nuk e di. Tani në Shqipëri një princ. Ashtu e kisha menduar edhe unë, po, stop. Deri tani nuk kam parë. Si shumë shkon andi nga Londra ti. Kam një princ ande o dot. E vajta disa herë, po e kapën herin. Qatë bëjt tani, jam bon. Se nuk ka princer të tjerë. Na trego pak për udhëtimet e tua që jenë në shpesh në këto evente të rëndësishme, kur bëshin, para pandemisë. Edhe të kemi parë në foto me personazhe të famshëm, siç është Kris Jenner, mamaja e famshme e Kardashianëve. Na trego pak, arrite të bisedoje ndonjë gjë me të? Dëgjoj, një gjë të mirë, një dhuratë mirë që kam në jetë është konfidenca. Dhe njerëzit do të dëshironin ndoshta edhe shumë të tjerë të kërkojnë një foto me këtë apo atë, sepse aty hutohesh, se ti bëje një hap dhe shikoj wow, Leonardo DiCaprio, prej vërteti Leonardo DiCaprio, ose heci pak më tej dhe shikoj këtë atë. Unë nuk e kisha problem të ndaloja të thosha si jeni, gëzohem, ju kam ndjekur, jeni jashtëzakonshëm, let's take a picture, le të bëjmë një foto. Kështu veprova edhe me Kris Jenner në rastin me që e përmendëm atë. Vajta dhe i thash, do doja të ishe menaxhera ime. Sepse je shumë e zonja, ke arritur shumë larg me vajzat e tua, bravo. Thash, let's take a picture, le të bëjmë një foto, edhe ajo u lumturua shumë. Pa tjetër, faleminderit, qenë ke fantastike, tjerë. Ka një edhe në qoftë se nuk e ndjejnë, se unë i hyra me zorë, ndoshta kështu domethënë në kuptimin direkte, ato kanë kulturë, sido që ti të kthehet pozitivisht. Mbrapa krave, ndoshta ka thënë kush ishte kjo. Nuk e di, nuk e besoj gjithsesi, por ishte shumë pozitive.
Kështu që Po edhe si ishte në pamje, ishte aq në të vërtetë. Sa duket në të vërtetë? Jo, në të vërtetë i duke i mosha. Thjesht është shumë e kuruar. I duke i mosha. Aha. Adriana Lima për shkakun më ka habitur për mirë, sepse live është edhe më e bukur akoma. Edhe ishte shumë dhe ju modele. Po, normal, se dhe ti ke trupin. Jo, e tha kështu në formë krejt natyrale, nuk është se të bëhen, nuk janë nga ato që janë të stisur në komplimenta. Edhe i thash, i thash, nuk jam, kam dashur të bëj diçka tjetër, kështu që të faleminderit, mund bëjmë një foto, se ke shumë fansa edhe në Shqipëri, në vendin tim, edhe do të shohin, patjetër, bëm disa foto, po zgjodha më të mirë. Normal, ku kështë dalë ti? Po jo, këshin dalë të dyja, se nuk e bëj këtë kur. Jo Adriana, po me askënd. Ke takuar, po thuaj, të gjithë njerëzit e rëndësishëm, të famshëm për projektin Ti je një lule dielli. Mund të na tregosh ndonjë situatë që vërtet dikush të ka impresionuar me shpirt bardhësinë e tij, ose dhe kundërta, nga njerëzit e famshëm? Kush të ka impresionuar vërtet? Se di, ka qenë, unë nuk kam koment tjetër përveç se ati pozitiv, në lidhje me gjithë të, si ta përkufizoj, me gjithë të uragan që ndodhi, sepse unë nuk e parashikova. Unë e nisa Lule Dielli duke kërkuar në ekran të lutem bli një bluzë për ndihmuar fëmijë dhe ndodhi ajo çfarë unë nuk e parashikoja kurr. Pra doli jashtë ëndrrës më të madhe që mund të kisha. Kështu që këdo që takova dhe që dam mbështetje përmes veshjes një bluze dhe dhënies së donacionit për atë bluzë që kishte veshur, për mua kishte veshur krah angjëlli edhe jo vetëm një bluzë. Sepse, të them të drejtën, unë bashkë me shokët e mi, sepse s'dua ta them unë, kemi qenë dhe jemi një grup që vendosëm ta vazhdojmë këtë punë dhe vazhdojmë sot e kësaj dite me gjithë forcën e shpirtit tonë. Kështu që unë nuk mund të përkufizoj apo të them diçka mbrapa skene, përveç se jam impresionuar për shkakun kur në Parlamentin shqiptar janë veshur me bluze, kur në Parlamentin në Kosovë janë veshur gjithë parlamentin me bluze, kur në Parlamentin në Maqedoni janë veshur gjithë parlamentin me bluze, më thënë, unë isha aty, ishte reale dhe me veten time përsërisja, wow, o zot çfarë po ndodh, kjo është vërtet një mrekulli, kjo po ndodh vërtet për ata. Jo se unë arrita të jem menaxherja perfekte, apo rrjetet e mia sociale bën namin, jo nga këto. Kam besuar gjithmonë që për te gjitha këtyre elementeve që unë akoma sot e kësaj dite vazhdoj besoj që janë thjesht copa të puzzle-it për të funksionuar kjo gjë. Unë kam besuar gjithmonë që janë nënat e atyre fëmijëve që janë lutur Zotit fort që diçka të ndodh për hir të tyre. Ndaj është bërë në lëvizje, çdo gjë fillim e mbarim. Kështu që unë në backstage për këdo kam parë vetëm mirësi. Edhe të them drejtën, edhe nëse dikush e ka bërë sa për dukje, unë nuk kam patur sy dhe nuk kam sy për ta parë këtë gjë, sepse besoj dhe dua ta besoj deri në fund që po bëhet për motivin sublim. Kështu që unë dua të ndaj tani dhe me ndjekësit tuaj dhe me ndjekësit e mi, se jemi paralelisht live. Dua të ndaj një lajm të mirë, le të themi, deri në fundin e muajit shtator, ne mbyllim fushatën e Kuksit, dedikuar Kuksit. Kemi realizuar rreth 2 vite më parë një application game, një lojë e cila u shkarkua online dhe pajisjet sapo kanë rritur në Shqipëri. Ne tani jemi duke u marrë me fazën e organizimit të ceremonisë, e cila do të bëhet në oborrin e Spitalit Kuksit. Kështu që një tjetër le të themi falënderim me përulje ndaj gjithë shqiptarëve për çfarë po ndodh me këtë spital në verilindjen e Shqipërisë. Pra, si ka mundësi që ja del të bësh gjitha të kalosh nga një ekstrem në tjetrin? Jo, në fondacion ne tashmë prej 7-8 muajsh kemi caktuar një drejtoresh të re ekzekutive, ku është deleguar shumë përgjegjësi. Unë aty e nis ditën, dhe me atë deri në 2 mëngjesit jemi ende fol për atë. Por le themi është deleguar shumë përgjegjësi. Edhe jo vetëm ajo, po janë stafi, janë bordi që marrin vendime madhore. Kështu që le themi është strukturuar dhe është futur në linjë. Por jo, nuk është se jam duke mbajtur unë me shpatullat e mia, do isha e padrejt nëse do orientoja gjithë të punë nga vetja ime, absolutisht jo. Që nga fillimi deri tani ka qenë grup pune komplet. Me që vjen nga televizioni, në çfarë aspekt të ka stërvitur
televizioni. Se flitet shumë nga jashtë duket bukur, po flitet shumë që ka intriga, ka bryla, nuk është e thjesht. Ty si të ka shërbyer kjo eksperiencë? Dhe si do e përshkruaj? Ato që thuan janë të vërteta, por të them të drejtën, unë jam ndjer lumturisht e realizuar në projektet e mia sepse kam patër potencialin t'i bëj. Në qoftë se një program i jepej 2-3 të tjerëve përpara meje dhe nuk arrinin ta bënin, por thuhej i jepja asajt Albanës se ajo e bën dhe unë e bëja dhe e bëja shumë suksesshëm, atëherë unë nuk kam ndier bryla. Sepse kam patur besim tek puna ime. Shumë prej programeve i kam punuar dhe vetë në postproduksion. Dhe kam ndier, le të themi, kreativitet të dilte dhe jo thjesht një komunikim vizual përmes çfarë ishte tema në emisionin ku isha. Kështu që po, bryllat janë, ndodhin të pabesueshmet, shikon ato, domethënë gjithë këto format e intrigave, etj, gjëra që për mua kishte momente që minte për të qeshur, thosha wow, dhe një seri telenovele po shfaqet përpara nesh. Domethënë janë gjëra që ndodhin dhe që do vazhdojnë të ndodhin. Nuk është se është sekret kjo gjë. Pra, ashtu është. Mua më ka stërvitur, kem besim tek vetja. Dhe gëzohem që edhe sot që jam jashtë televizionit, jam sepse vetë gjërat më rrogopujën dhe unë nuk pajtohem me disa ide. Dua me se s'bën të ketë kualitet, dua me se s'bën t'i drejtohem publikut ashtu siç duhet. Kështu që kur nuk i kam gjetur këto, më është dashur të tërhiqem. Bukuria të ka penalizuar ndonjëherë apo vetëm të ka hapur dyer? Si e ke ndier këtë? Po nga njerë në studio të drejtoheshin kur nuk i pëlqente diçka ose kur preferonin të ulnin, të drejtohen ti bukuroshe, për shembull. Edhe duket i sharje, në fakt. Po mënyra varet gjithmonë se si ta varet gjithmonë. Po. Po kam patur arsye shumë të shëndosh le të themi, që kam kaluar me iden të falenderoj për komplimentin, por pyetja ime ishte kjo dhe mund të përgjigjeni për shembull. Nuk është se quaj penalizim, nuk është se unë mendoj që personaliteti flet. Në ekran ti do shohësh një gjë të bukur 5 minuta, por pas 5 minutash në qoftë se ajo gjë nuk arrin të të përçoj ty çfarë, pse je ulur ti aty, unë do ndroj stacionin, nuk më intereson. Cili ka qenë partneriteti më interesant ku ti e ndjer më komod? Me cilin prezantues ose prezantuese e ndjer më mirë? Po, jemi ndjer mirë kur ishte koha që ishim kalamaj në Thonjza ose Lektit. Gjithë grumbull që ziheshim kush do fliste një fjali më shumë, pavarësisht kësaj, domethënë ngare ishte shumë bukur. Ishte vazhdoni të komunikoni? Pak, po. Urohemi për gjëra të rëndësishme dhe jemi miq, po jo, jeta i ndan njerëzit. Po nëse do vi dita që të martohesh dhe do bësh një ceremoni private, cilë do ftosh nga kolegët e tu që ke pasur? Po se din, do shta të gjithë, sepse unë kam qenë eftuar e tyre nderit në çdo rast të tillë, që është madhor dhe i rëndësishëm për jetën, që do t'i ftoja të gjithë. Tregove diplomate. Unë personalisht do me thënë se dhe njerëzit thonë, wow, po si ka mundësi, për shkakun në disa rrethana caktuara ku dikush nuk ka patur një sjellje korrekte, si ka mundësi që vazhdon të tregosh respekt edhe të njëjtin person. Është sepse është zgjedhja ime. Është sepse unë dua të ul nivelin tim dhe nuk do preferoj ta ul nivelin tim kurrësi në jetë. Unë për më tepër nuk i përkufizoj njerëzit në një gabim që kanë bërë, duke harruar gjithë të mirat që kanë bërë. Sepse nuk e përfaqëson njeriu një gabim që ka bërë. Ka kërkuar falje apo jo dikush, për mua është shumë mirë të kërkoj falje për veten e vet. Por unë nuk e përkufizoj në bazë të një gabimi të vogël ta quajmë. Unë dua të shoh gjërat në kornizën e madhe dhe nga lart. Kështu që preferoj të jap shanse të gjithëve për sa kohë jam gjallë, po. Kjo është tregon shumë maturi dhe pjekuri pa diskutim. Unë do të bëja një pyetje të fundit në lidhje me një postim që kishte bërë me një shprehje të Nën Terezës, meqense përkon me ditën e shenjtërimit të saj, që thotë që dashuria është japësh derisa të dhënë. I beson kësaj se duke u nisur edhe nga një tatuazh që ti ke bërë, dashuria duron gjithçka apo jo? Po. E mbaj mend? Po. Duket që karshi dashurisë je shumë
e përullur, në thonjza, në kuptimin e mirë. Po, e kuptoj, ashtu, e besoj që është ashtu. I beson kësaj dashurie? Po, Dhe çfarë nuk do falje kur nëse dikush do gabonte me ty në lidhje intime? po, e thash, për mua një gabim nuk përkufizon një person, ndoshta mund ta evitoj, ndoshta aty ndahen rrugët tona, sepse është ajo fabula e famshme Bretkoca dhe Akrepi, që Bretkoca i thot Akrepi Bretkocës, a mund të kalojmë pellgun, dhe Bretkoca i thot, po jo, se ti do më pickosh, dhe po kaluam pellgun, atëherë ne do ngordhim të dy. Dhe Akrepi thotë, jo, nuk do të pickoj, ndërkohë që kjo thotë, okej, dakor, do të kaloj. Në fakt ndodh çfarë tha Bretkoca më parë, që Akrepi gjithmonë do të pickoj. Kështu që nëse një person është akrep në jetën tënde, ai do të mbysë në pus, atëherë më mirë mos sa mbash mbi kurriz. Po, këtë leksion e kam marrë. Pra, nuk i mbajnë mbi kurriz akrepët. Kurse si jo, i them, më vjen keq të ndahet rruga jon, por nuk e gjykoj atë njeri. Ai ka shanse të bëhet njeri më i mirë në vazhdim. Kështu që s'jam unë ajo që do ta gjykoj. Ndërsa dashuria që të japësh derisa të dhëmb, unë e besoj, e kam përjetuar, të japin derisa ju ka dhëmb për mua dhe të jap derisa më ka dhëmb për të tjerët. Dhe mendoj se është një nivel shumë i lartë i qenurit një qenie njerëzore, dhe mendoj se nganjëherë është detyrë për sa kohë kemi këtë shtegtim për të bërë në këtë jetë, është bukur. Albana më kënaqe, problemi është se kaloj gati një orë dhe na e mbyll Instagrami live-in, nëse nuk e mbyllim ne, do të vazhdoja të bisedoja edhe më gjatë. Do kemi raste të tjera. Shumë faleminderit. Unë falenderoj shumë. Nafto për promovimin e librit. Patjetër. Me shumë kënaqësi. Jam shumë kurioze vërtet, se do të thënë si njëri që jam brenda letrave, natyrisht që dua ta lexoj dhe me kritik. Patjetër, do kem kënaqësi, po, të di opinionin tënd. Të falenderoj shumë, bëf shef sot aty ku je. Falenderoj shumë. Edhe në takofshim, uroj që një ditë të kthehesh edhe në ekran ashtu siç ke qenë me energjinë dhe pozitivitetin tënd, dhe besoj që do kthehesh me projektin tënd tashmë. Sa të kaloj kjo kohë? Një ditë e libri yt kur do kaloj, domethënë pandemia. Kalan shumë shpejt, është e shkaktuar nga është e shkaktuar, nuk është padashja. Okej, në rregull. Të falenderoj shumë, të puth, ja kalof sa më bukur. Miru pafshim. Ciao, një mbrëmje. Pafshim, natë. Ciao. Gjithashtu. Bye. Ciao.